Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar mbi ngjarje që ndodhin në vendet e largëta në ditën në cilën ato kishin ndodhur. Dhe lajmet që jepte profeti rezultonin në përputhje me të vërtetën. Dihet që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte mjete komunikimi për përcjelljen e lajmit. Duhej që një lajm të vinte në Medinë nëpërmjet udhëtarëve apo kalorësve pas disa ditësh, se s'kishte mënyrë tjetër. Por profeti sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar për ato ngjarje në ditët në të cilat ato kanë ndodhur. Për shembull, në luftën e Mu'tas, që është zhvilluar në vitin e 8 të Hijretit, ka qenë një betejë mes muslimanëve dhe romakëve në Mu'ta, një vend që ndodhet ndërmjet Medines dhe viseve të Shamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam nisi një ushtri që drejtonte Ja'far ibn Abi Talib, saktoi si komandant të ushtrisë Ja'farin radhiyallahu anhu, dhe tha nëse vritet Ja'fari, atëherë komandën do ta marr Zeid ibn al-Haritha. Nëse vritet ky, atëherë komandën do ta marr Abdullah ibn Rawaha. Është zhvilluar betejë, edhe 3 komandantët u vranë njëri pas tjetrit. Pastaj ushtria e muslimanëve mbeti pa komandant. Ushtria e muslimanëve në këtë betejë ka qenë shumë e vogël, kanë qenë rreth 3000 veta, ndërsa armiqt kanë qenë 100.000 ose 200.000 veta. Dhe pastaj flamurin e ushtrisë së muslimanëve, komandën e tyre e mori Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Kjo ka qenë sipas qëndrimit, mendimit të muslimanëve, zgjodhen Khalidin radhiyallahu anhu. Muslimanët korrën sukses në këtë betejë, arritën të dilnin fitimtar, ja dhanë një goditje romakëve dhe u tërhoqën pa dështuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam në ditën që u zhvillua betejë njoftoi për rënien dëshmor të Ja'farit, pastaj të Zeid ibn al-Harithas radhiyallahu anhu dhe pastaj të rënien dëshmor të Abdullah ibn Rawahas. U dha muslimanëve lajmin e vdekjes së këtyre apo vrasjes së këtyre 3 komandantë. Dhe i njoftoi se komandën e kishte marrë Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Këtë lajm e ka dhënë në ditën në cilën ndodhi kjo ngjarje. Dhe padyshim që këtë lajm ja ka dhënë Allahu i lartësuar, sepse atëherë në atë kohë nuk mund të vinte lajmi nga Mu'ta në Medinë në një ditë. Këtë tregim e ka sjell Buhariu në Sahihun e tij. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar për vdekjen e Nejashiut në ditën në të cilën ai vdiq. Nejashiu vdiq në Abisini. Profeti sallallahu alaihi wasallam i njoftoi shokët e tij se kishte vdekur një njeri i mirë, një burr i mirë, ashabët e Nejashi, dhe u tha që të dilnin dhe t'i falin namazin e xhenazës, kështu që janë mbledhur në vendin ku faleshin xhenazet, një vend në afërsi të xhamisë profetit, që ndodhej ndërmjet xhamisë profetit dhe Baqiul Gharqad. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka bërë rreshta edhe i ka marrë 4 tekbire, ja ka falur namazin e xhenazës në Nejashiut, pra këtij njeriu të mirë, ja ka falur jo në prezencë. Forma e tij nuk ishte e pranishme. Pra profeti ka njoftuar për vdekjen e tij në ditën në të cilën ai vdiq, ndërkohë që ai ishte në një shtet tjetër. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam njoftoi për vdekjen e Kisras. Pa ardhur lajmi në Medinë. Kisra, perandori i persëve, ka qenë i perandori i keq, tiran, zullumqar. Kishte çuar 2 korrier për t'i përcjellë një mesazh profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Po profeti i njoftoi që i pari i tyre, perandori i tyre, kishte vdekur. Kisra kthehen ata në Yemen dhe u rezulton që vërtet kishte vdekur dhe pushtetin e kishte marrë dikush tjetër. Pra këto lajme i kanë ardhur nga profeti, nga Allahu subhanahu wa taala, dhe ato padyshim tregojnë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Allahu shpëlbej të mira, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala